Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Was-salatu was-salamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të respektuar vëllezër që jeni prezent dhe ju gjithë ata që përfitoni përmes incizimeve të këtyre ligjëratave që kanë të bëjnë me shtyllën e tretë të Islamit, me zakatin. Në ligjëratën dhe ligjëratat e kaluara kemi bërë fjalë për llojet e madrave për cilat i jepet zakati. Kemi sqaruar më detajisht duke mos pretendu se ja kemi dhënë hakun shumë. Por megjithatë jemi mundu që ato që janë më esenciale t'i përmendim rreth 4 llojeve të pasurive prej 5 sa janë gjithsej për të cilat i jepet zakati. Në renditje ishin e para ari dhe argjendi, e dyta malli i tregtisë, e treta të mirat bujqësore, e katërta të mirat ose kafshët, edhe e pesta ishte xehet, respektivisht thesaret që i gjejmë në tokë. Ne patëm filluar të shpjegojmë prej të tretës, të katërtës, të pestës, me qëllim e patëm lënë të parën për shkak të rëndësisë më të madhe dhe peshës që ka në dhënien e zakatit, sepse në këtë rast ata që kanë shumë pasuri zakonisht janë ata që kanë pasuri në ari dhe argjend, ndërkaq ata që kanë pasuri në të mira bujqësore apo në kafsh janë më të rrallë dhe më pak. Kemi mbetë që të vazhdojmë me llojin tjetër, pra pas arit dhe argjendit është malli i tregtisë. E kemi lënë të fundit dhe do të mundohemi që në këtë ligjërat të japim dritë kësaj teme shumë të gjanë që përfshin këtu një numër të konsiderueshëm të njerëzve që merren me tregti. Çka është tregtia? Malli i tregtisë ose tregtia. Tregtia shumë thjesht. Allahu i plot fuqishëm ka dhënë të mira të shumta natyrore që njerëzit mund të jetojnë, të përfitojnë prej tyne. Kryesorja është prej tyne bujqësia dhe në bujqësi këtu mund me zgjeru termin të gjitha prodhimet që janë në vetvete, pra hahen drejt për drejt, ose që prodhohen më vonë, që shërbejnë si land e parë ose land plotësuese për produkte të ndryshme. Pastaj këtu kur jemi tek xehet, që janë pjesë tjetër, nuk mund me i quajt bujqësi, por në anën tjetër janë të mira që dalin prej tokës. Dhe edhe prej bujqësisë, edhe prej xeheve buron tjetra që quhet industria, pra prodhimi. Të dyja këto janë shumë të nevojshme për jetën e njerëzit. Industria e ushqimeve, industritë e tjera që janë pjesë e jetës së njerëzit. Mirë po, një shtet, një vend, një popull, një individ madje, ka mundësi që ta bëjë njënën e nuk ka mundësi që ta bëjë tjetrën. Kapacitetet e vendeve të ndryshme dhe shteteve të ndryshme janë të ndryshme. Disa mund të prodhojnë diçka e nuk mund të prodhojnë diçka tjetër. Kanë mundësi që të prodhojnë diçka më tepër se që ju nevojitet, ndërkaq të tjerëve ju mungon ai artikull apo ata artikuj, dhe në këtë mënyrë pra shtrohet nevoja e domosdoshme për të tretën, pra përveç bujqësisë dhe industrisë, atëherë do të jetë tepër e nevojshme tregtia, pra këmbimi i mallrave. Pra tregtarët marrin mallrat në vendet tjera që nuk gjenden në vendet e tyre
dhe në këtë mënyrë pra ata importojnë ata madhra, po edhe në të kundërtën janë në gjendje që të eksportojnë madhra të cilat prodhohen në atë vend dhe vendet tjera kanë nevojë për prodhimet e këtij vendi. Me fjalë tjera, nevoja për tregti është jashtëzakonisht e madhe. Madje në dritën e kësaj mund të shtrohet një pyetje, cila është më shumë e përhapun në përgjithësi në botë. A është tregtia apo është industria dhe bujqësia? Tregtia. Pse po thoni tregtia? Se tregtia merret edhe me shitjen e prodhimeve industriale, edhe bujqësore. Me fjalë tjera, tregtia është term më i gjon, përfshin shumë shka dhe nuk do mend se tregtia është nga dy aspekte është më e përhapur në botë. E para se vetë bujqësia është bujqësi, sado le të jetë e gjanë dhe sado që nuk mundet jeta e njerit pa të, po dhe industria është mjaft e gjanë, fabrika të shumta, prodhime të shumta, pra tregtia i të bën dyjat. Mirë po, tregtia është edhe njëherë në një rafsh tjetër më e gjanë, për aspektin se ajo jo vetëm përfshin këto dy kategori të financave, të burimeve, po kjo të njëjtën kohë nuk ka kufi. Pra një shtet ka edhe bujqësi, ka edhe tregti, ka edhe industri. Edhe ai shteti tjetër ka po ashtu bujqësi, edhe ka industri, po artikujt cilët i prodhon ky shteti i parë, i prodhon, i kultivon dhe i prodhon, dhe artikujt të cilat i kultivon dhe i prodhon shteti i dytë janë këto tjerë. Edhe ata bëjnë bujqësi, edhe këta bëjnë pjesë në bujqësi. Ndërkaq tregtia në këtë rast i përfshin, pra në dy fusha është më e gjanë. Për këtë arsye, Imam Ebu Hanifja e ka konsideruar më u marr me tregti, ka thonë është punë më e pastër se sa më marrë me prodhim, për dallim prej dietarëve tjerë që e kanë konsideruar prodhimin më mirë. Realisht, për mos më ndal këtu se kemi temën për tregtarët dhe rëndësinë e tregtisë, po ne na intereson çka ka të bëj në fushën e zakatit kjo temë, atëherë derisa kjo është shumica, po e quaj, e punës që ka të bëj me financa, atëherë si ti mos i qaset zakati kësaj fushë. Dhe tregtarët munden me qenë prej tregtarëve më të vegjël deri te tregtarët më të mëdhej, dhe tregtarët pra munden me qenë të atill që i kap zakati, që nuk i kap zakati fillimisht, pra që janë nën nisabin, dhe tregtarët të cilët në fakt pak janë ata që janë nën nisabin, shumica pastaj janë mbi nisabin e tutje. Dhe ne do të shohim se çka thot Sheriati Islam për këtë kategori të njerëzve, a duhet të merret zakat te këta apo nuk duhet të merret zakat te kjo kategori e njerëzve. Kur e shtim edhe këtë pra në pasuritë prej cilave merret zakati, atëherë veç po besoj që dal ngadal derisa është edhe lloji i fundit i pasurisë, do të bindni të gjithë së bashku me mua se edhe vendi jonë edhe vendet tona të cilat i quajmë të varfra, të dobta ekonomikisht, po na del se mbi 50%, 60% e njerëzve në këto vende janë të aftë për të dhënë zakat. Tash do të shohim në këtë temë se cilat janë rregullat e kësaj fushë, po para se të shohim këtë, na duhen argumentet. Na duhen argumentet sepse ka një kategori tepër e vogël e dietarëve që e kanë kontestuar obligueshmërinë e zakatit në mall të tregtisë. Nuk është fjala për asnjë prej 4 mëdhëbeve, disa dietarë të mëvonshëm të dhahirive, që njihen dhahiri, janë brenda ehli sunnetit, disa kanë numëruar sikur mëdhëbin e 5, mirë po në fakt nuk meriton të quhet mëdhëb drejtim i caktuar, pasi që nuk ka ndonjë fik të vetin, po kryesisht i ka disa rregulla se si i merr
argumente, thjesht ata dëshirojnë që o të ketë argument, o të mos nxjerrin ndonjë të drejtë për drejtë prej Kuranit dhe Sunet, o të mos nxjerrin ndonjë dispozit. Tjetër, dhahirit kërkojnë që ai argument të jetë patjetër vetëm i drejtë për drejtë, jo ansor. Dhe të njëjtën kohë, një argument kur ekziston për një gjatë të caktuar, nuk kanë dëshirë që atë ta komentojnë në argumente në mënyra tjera, por ta lënë ashtu qysh kuptohet drejt për drejt, pa i dhënë ngjyrime të fikut qysh është e njohshme në shariatin islam. Do të lexojmë ne vlen të përmendë disa dietar, jo disa dietar, por ajo që do të ishte ndoshta më mirë ta themi se përgjithësi dietar të ehli sunnetit, Ibn al-Mundhir është ai i cili e transmeton ijma'in, konsenzusin e dietarëve për obligueshmërinë e dhënies së zakatit në mall të tregtisë. Kështu që unë vetëm e përmenda se ka disa që nuk e kanë obligu, a përndryshe ne konsiderojmë se ka edhe ijma. Nëse këtë ijma, pra mund të thotë dikush se ijma s'ka kur ka mendim të kundërt, atëherë mund të themi ky është ijmai i sahabeve. Ky është ijmai i njerëzve në gjeneratat e para që e kanë kuptuar një gjatë tillë, edhe pse ndoshta duket se argumentet janë të përgjithshme. Prej argumenteve Allahu thotë ja ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. O ju besimtar, jepni nga të mirat e asaj që keni fituar. O ju besimtar, jepni nga të mirat e asaj që keni fituar, wa mimma akhrajna lakum min al-ard, dhe prej asaj të cilën ua kemi nxjerr neve prej tokës. Thot Allahu, dhe prej asaj të cilën ua kemi nxjerr prej tokës. Pra është fjala për bujqësinë. E kjo pjesa e parë, atë që e keni fituar, për ka të bëj? Po thuti. A thojnë dietarët kështu? A kanë komentuar kështu? Komentatorët më të mëdhej të Kuranit vetëm kështu e kanë komentuar. Thot pjesa ma kasabtum min tayyibati ma kasabtum, pra atë që e keni fitu prej të mirave që e keni fitu, pra fitimi ndodh në këtë rast përmes tregtisë. Kështu e kanë kuptuar të parët tanë këtë ajet. Prej tyne është Hasan Basriu, është komentatori i madh Mujahidi dhe shumë të tjerë. Në surën Al-Lahab, në surën e Ebu Lehebit, ajo surja e shkurt, Allahu ka thënë ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nuk i bën hajër dobi atij Ebu Lehebit, pra as pasuria e as atë që e ka fituar. Shtrohet pyetja, pasuria dhe ajo që ka fituar, as janë dyja pasuri? Për këtij ajeti dietarët e nxjerrin këtë që po e themin. Maluhu, pasurinë të cilën e ka trashëguar, wa ma kasab, atë të cilën e ka fituar. Pra, është diçka që shariati vërtet e konsideron. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal-mahrum, dhe ata të cilët në pasurinë e tyre kanë një pjesë të caktuar që ju takon njerëzve të nevojshëm. Me fjalë tjera, këto janë argumente që kanë të bëjnë me obligueshmërinë e zakatit në mall të tregtisë, kur është fjala prej Kuranit, pa i përmend ato argumentet e përgjithshme, nga të cilat nuk kemi arsye që ta nxjerrmi mallin e tregtisë, nuk kemi ndonjë argument tjetër që ta nxjerrmi mallin e tregtisë. Është një hadith paksa me fjalë, është hadithi paksa me fjalë, pra disa dietar e konsiderojnë dhaif. Samura ibn Jundub ka thënë kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija as-sadaqata mimma nu'iddu lil bay'. Sahabiu këtij i thuhet hadith mauquf, po në dispozitën e tij është marfu', për shkak se sahabiu thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam na urnonte që të nxjerrim zakatin prej asaj që e përgatisim për tregti.
Hadithi është i dobët për këtë arsye dhahirit në fakt edhe nuk e marrin. Po të ishte i sakt, nuk kishin ka t'ja mbajnë edhe ata në këtë rast. Mirë po, argumenteve të përgjithshme, ata i referohen ndryshe, thonë nuk ka nevojë që me argumente të përgjithshme ta obligojmë zakatin në mall të tregtisë, kështu që e konsiderojnë se bëhet diçka e dëmshme për tregtarët, përderisa aty nuk ju ka referuar drejt për drejt, thonë ata Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, çka më i bë sahabeve, çka më i bë praktikës së të parëve që kanë jetuar drejt për drejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të njëjtën kohë nuk kanë pas mundësi ndryshe ta kuptojnë vetëm se malli i tregtisë i nënshtrohet zakatit. Dhe ata në këtë formë edhe kanë konsideruar, pra nuk ka dilem se në mesin e sahabeve për mallin e tregtisë ka ixhma sa i përket dhënies së zakatit. Kiasja ka rend këtu mu diskutu? Po, ka vend sepse e ndihmon. Sidomos kiasi është shumë i rëndësishëm në rastet kur argumentet nga Kur'ani, Sunneti dhe vetë ixhmai nuk kryhet ndoshta krejt puna, ka kiasi e ndihmon edhe më tepër. Kiasi çka është? Analogji. Analogji po në aspektin e shariatit mund ta quajmë pra kur na mungojnë argumentet e drejt për drejta të Kuranit apo të Sunetit, atëherë në ndritën e këtyne dy burimeve është analogjia që vjen prej mendjes të dietarëve, mendjes së dietarëve, jo logjike shnosh ne çysh kem dëshirë kanjëherë me çujt. Koncepti i zakatit në përgjithësi me kias në mënyrë ndoshta primare e obligon masën e tregtarëve, pra këtë komunitet që të obligohen me zakat ose malli i tregtisë që të nënshtrohet zakatit. Pse kështu? Mëri analizoj pra ati bujku të shkret, ati fermerit që i ka disa delas ose lopë ose deve, po i merret diçka prej zakatit, ndërka që tregtari që zakonisht ka lodhje, ka angazhime, ka punë, po krahasimisht i ka më të lehta përveç përgjegjësive që i bart, atëherë si kë të mos obligohet me zakat. Pra, elhamdulillah që tregtia ka qenë e njohshme edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej Mekës kanë bart madhra, kanë këmby madhra me Yemenin. Mekja ka qenë këtë rast një farë kryeqendre dhe aty janë lidh me tregtar po ashtu dhe tregtin e Shamit, kanë këmby madhrat e Shamit. Pra ka qenë diçka e njohshme, por ndryshe sikur të kishte qenë një shoqëri e cila ka pas vetëm prodhim, nuk ka ditë me kuptu bartjen e madrave, atëherë do të kishte me qenë problem për ne sot se si do ta kuptonim një gjatë të tillë. Tregtia pra është blemja e mallit dhe shitja e tij. Blemja e mallit dhe shitja e tij. A ko ka thjesht? Malli i tregtisë, për cilin obligohet zakati, i ka dy kushte. Malli i tregtisë, për cilin obligohet zakati, i ka dy kushte. Cilat janë ato dy kushte? Është veprimi i shitjes dhe blerjes, i blerjes dhe shitjes, më falni. Veprimi i blerjes dhe shitjes. Dhe i dyti? Nijeti. I dyti është nijeti, qëllimi.
për të qujt mall tregtie, pra obligohet që të jetë ky mall i cili blihet dhe shitet, kjo nuk është e mjaftueshme, të ketë edhe niyetin për blerje dhe shitje. E pse kështu? Po kujna niyet nuk na bën vaki neve me ble dhe me shit. Për me ble gjithve, po me ble dhe me shit. Pak janë njerëz që ndoshta thotë kur niyet s'm ka bëu vaki me shit diçka. Disa e mendojnë që shitja është thjesht vetëm me dalë në treg, me zonë një tezg dikun, edhe me fillu me bërtit, hajde bujrëm ushtëri, e unë kështu thot kur s'ja kom bo. Jo, thjesht një vetur e jotja, një shtëpi e jotja, një tokë e jotja që i ke ndru, ndrimi i mallnave është shitje edhe blerje, pa dyshim. Kreta këto pra në ndodhin. Mirë po, nëse dikush brenda një vitit pra, i ka ble 10 vetura edhe i ka shit. I ka ble 10 vetura edhe i ka shit, na faka ati që ashtu, blejt parën, mos qëlloj mirë shit. Blejt dytën, pak e shtajt, i ka dalë një bërë shit. Blejt tretën të katën 10 vetura. A o të tregtar që ky person? Pse? Niyetin, do më thonë, ky kushti i dytë është shumë themelor. Pra, niyeti për tregti. Me pason ky po i blej unë do vetura, pjanisi me bo tregti me to, sa harti kish ndru na e veç ja kishum një ditë kur t'i bohen një vit hënor. A është i qartë? Sepse ky prej fillim ju ka qas kësaj mënyre të shitjes së blerjes me qëllim të tregtisë. Në rast se pra ekziston qëllimi, veprimi po nuk ekziston qëllimi, niyeti, atëherë nuk mund të konsiderohet malltregtie. Edhe ana sjelltas. Nëse dikush e ka niyet thotë si vjet do të bëj tregti. I ka bo parët krejt hazër, i ka rregullu letrat, halasja ka nis. A mund të konsiderohet ky i obliguar për të dhënë mall në tregti, zekat për mall në tregti? Pse? Halas ka mall, halas ka ndodhur te ky shitja edhe blerja. Këto janë dy kushtet kryesore që duhet të konsiderohet malltregtie. Tash do të vim a obligohet me dhënë zekatin ajo, por ne po dojmë me ditë cili është malli i tregtisë. Fillimisht që ky është malli i tregtisë, që i ka këto dy kushte. Pronari pra ka fillu me lëviz, ka ble mall për të shit mall, edhe të njëjtën kohë atë veprim që e ka bëu me niyet të fitimit. E ka bëu me niyet të tregtisë. Dihet pra fitimi është qëllimi kryesor, esencial dhe ndoshta nuk ka tjetër qëllim në tregti. Qëllime tjera që dikush mundet me i fut si mëlmesa, me ndihmu thotë unë dua edhe aspektin edukativ me pas, unë dua edhe me dhënë një model të mirë, unë dua edhe të njëjtën kohë mi marr do punëtor te unë, mi dhon buk disave këto nuk mund m'ja mohu. Nuk mund mi thon dikuj, unë e kam një fabrikë se 30 familje han buk për i meje. Mi thon hajde marr mos rajti. Dikush ngutet thotë, ja. Jo, është e mundshme që ai e ka edhe këtë qëllim. Sidomos ka shumë njerëz që nuk janë hiç në varur prej asaj fabrike ose nganjëherë ai fabrikë del me fitime minimale për të mos thonë një herë me humbje. E ky kur e man për shkak se ka kapital të madh, ka veprimtari tregtare tjera që janë të fuqishme dhe plusi me minusin e man vetveten, pra nuk ja lë shej kjo fabrika e këtij e vogël që po humb, mirë po ndoshta për shkak të një animi, thotë unë jam prej atij vendi, po du, ani pse ai vend ka pak banor, aty një supermarket i madh nuk funksionon, mirë po m'jam vlerësu njerëzve që me pas çmime pak më të lira, m'jam mundsu do të afër me vetëm me pas një vend pune, për këtë arsye unë kam shkuar edhe atje ku nuk ka fitim. A ndodhin këto? Këto shumë ndodhin. Këto shumë ndodhin, sidomos te qendrat e mëdha të tregtisë që në fakt din me shku me shtete, me vende, me të ndryshme ku ka humbje ndoshta edhe të sigurta. Ose aviokompanit e marrin një vi ku ai është i sigurt, e cila vi nuk e mush aeroplanin asnjëherë në vit ndoshta. E mos flasim ku shumica shkohet me pak udhëtar, 10 udhëtar, 20 udhëtar, po don me mbajt gjallë atë vi. Pse don me mbajt gjallë atë vi? Është çështje e tij. Ndoshta don për me i mbulu terrenin. Mirë po, ai mbulohet me vijat e tjera që i ka, po
të njëjtën kohë mundet me pas edhe këtë aspekt. Pra mos të nxitojmë me i thonë dikujt leti është pallavër. Mirë, por në esencë qëllimi kryesor, pra kur thuhet po çeli tregti, atëherë është fitimi. Pra kë nëse e bën që thash e hap një vi ose një dyqan ose një fabrik dikun për qëllime tjera, sikur të mos e kesh këtë parin, a do ta kish bëu dytën? Jo. Pra qëllimi është i fitimit te kjo para, krahas saj ky mund me bëu edhe humanitet patjetër. A ka nisab? A ka nisab të malli që është i përgatitur për tregti? Po, ka nisab. Le që ka nisab, po fillimisht duhet ju bëj me dije se nisabi i mallit në tregti është ai i arit dhe i argjendit. Dhe rregullat e dhënies së zekatit në mall tregtie janë të lidhura ngushtë me arin dhe argjendin. Ju kujtohet ari dhe argjendi? Kush u lidh me to fort? Parat. Kështu që fillimisht më duhet ju bëj me dije. Nëse dikush pra nisabi konsiderohet, po nëse dikush ka mall tregtie për 2000 euro, edhe i ka 2000 euro pare, a obligohet me dhënë zakat? Pra, po, obligohet me dhënë zakat. Nëse dikush i ka mall tregtie 2000 euro dhe i ka 35 dele, a obligohet me dhënë zakat? Jo, se këto nuk janë të një natyre, nuk janë të një lloji. Pra, malli i tregtisë me ari dhe argjendi, respektivisht me paret, është një. Kështu që kur t'jepet zakati për mall tregtie, atëherë kujdes tek tregtarët, duhet shikojnë xhepat e tyne, duhet shikojnë qoshat e xhepave të tyne nganjëherë, duhet shikojnë xhirologaritë e tyne, të cilat ai e din që nuk ka shumë parë, thotë i kumlon një 2000 euro veç sa mos më mshel xhirologaria me qenë rrjedhse e kështu me radhë, ose i kanë 5-6 banka ka pak, atëherë është mirë me ditë se kur e ka llogarit mallin e tregtisë për të nxjerrë zakatin për to, krejta këto duhet me i inkorporu, me i fut në një llogari dhe aty ne pastaj mjav qit shumën dhe të njëjtën kohë me bë edhe pjestimin me 40, pra 2.5% të tyne do ta jep. Kështu do të duhet të vepron. Atëherë nisabi është i konsiderueshëm, nuk ka dyshim, por mendimet e dietarëve lidhur me nisabin në mall të tregtisë janë 3. Cilat janë medhhebi maliki ka një mendim më të favorshëm për fukaran, jo shumë të favorshëm për tregtarin, e thotë se malli i tregtisë duhet të llogaritet vetëm në fund të vitit. Kjo është për fillimin, për vitin e parë. Për vitin tjetër mund të jetë më e favorshme për tregtarin se sa për fukaran. Pra, po shkojmë te bizneset krejt vogla. Nëse ligjëratat e kaluara përmendëm se 3570 euro do t'i del nisabi në ari dhe argjend, respektivisht në pare, pra dhe në mall tregtie njëjtë, 3570 euro. Nëse dikush ka një dyqan të vogël, në cilin i ka fut pare 3000 euro, një shitore të lagjes, i ka 3000 euro mall aty. A obligohet ky me zakat? Ky nuk obligohet me zakat. Nuk ka fillu, me fjalë tjera, me hi në numrimin e vitit. Me kalimin e kohës, ky shton kapitalin. Pra, mas një viti, kur i numëron, këti ju kanë bërë 3800 euro. A jep zakat kë? Te Imam Maliku jep zakat. I ka bërë një vetë kënë fund vitit ka mall për zakat, atëherë e jep. Po anasjetës, i ka shti 5000 euro, edhe ka pas shpenzime sa që ka fillu jo vetëm fitimet me i harxhu, po ka marrë edhe prej kapitalit, që do më thonë ma pak ka ble mall, dhe kur e llogarit në fund vitit, mall i del që ka 3000 euro. A obligohet me dhënë zakat kë? Te Imam Maliku kë nuk obligohet me dhënë zakat. Pse
tash në fund vitit nuk e ka, atëherë çysh ka qenë gjendja ti në fillim të vitit nuk na intereson. Po Imam Ahmedi qysh e sheh, thot nisabi duhet të jetë stabil gjatë tën vitit. Kurdo që nisabi ka shënu ranje nënte për mallin fali. Malli ka shënu ranje të nisabit, atëherë është prish viti. Me fjalë tjera, i ka pas me një Muharram të vitit 1433, i ka pas 5.000 euro në tregti, mall. Dikun tash jemi në fund të muajit, cilit Gjumada al-Ukhra do të him nesër apo pas nesër në muajin Rajab inshallah. Domethënë kanë kalu 6 muaj. Nëse ai llogarit nesër mallin, atëherë del se malli i tij ka rënë nën 3.570 euro. Çka më bë kë? Fillon llogaritja Kur t'i ban? Ky tash i ka ra kjo 6 muaj shkon kërkon. Mas 2 muaj i ka bë 4.000 euro. Atëherë mas 2 muaj fillon, mas 2 muaj cili muaj fillon? Ramazan. Iman. Atëherë mas 2 muaj fillon që atëherë me ju llogarit 12 muajshi. Dhe tek në Ramazanin e vitit arshëm obligohet me dhon zakat, pra jo në Muharram. Pse? Se në Muharram e ka fasilu mirë, po i ka pasra ka gjysma vitit. Ky është mendimi i Ahmed ibn Hanbelit. Ndërkaq Imam Ebu Hanifja, pra Hanefit, e shohin me një diferencë pra në këtë rast. Diferenca aty në është se malli duhet të matet në fillim dhe në fund. Në fillim dhe në fund. Pra, a ka fillu me 4.000 euro? Po. I një kjo 354 dit. Kur janë 354 dit, a i ka 4.000 euro? Po. 4.000, 5.000, 6.000, atëherë e jep atë që e ka në fund të vitit, pra, edhe nëse ka pas batica dhe zbatica gjatë vitit. Ndoshta ky mendim është më i sakt edhe më i logjikshëm, po edhe më i mundshëm mu realizu, sepse në tregti njerëzit mujnë me pas ka njëherë ngarkesat më, po mujnë edhe me pas pra nevojat veçanta për cilat ata obligohen që ta shpenzojnë këtë kapitalin, po kjo s'do të thotë që janë dorëzuar në tregti, ajo pet e vazhdon. Sepse mund konë që ka rënë në nisabin dhe shkon të poshtë, pra deri në mbylljen e këtij aktiviteti tregtar, atëherë është tjetër temë, po derisa ai nuk vepron kështu, atëherë është shumë ngatmensh që ai prap don mu ngjall. Nëse ka arrit mu ngjall deri në fundin e vitit, atëherë do të konsiderohet i plot fuqishëm për të dhënë zakatin. Imam Maliku bën edhe një dallim, që do t'ju intereson kjo shumë për juve. Ka bën një dallim në mes të tregtarit që mallin e ka për tregti në lëvizje, edhe mallin të cilin e mendon për tregti, po jo një herë. Ka ble mall, e deponon ato me qëllim që nesër mas 3-4 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë me shit. A bojnë vaki këto në tregti? A sultan, bojnë vaki për tua? Ka llogari 4 vjetë me majtë mallin? Ja, është fjala për ata që e kalon vitin. Po ka varet prej llojit tregtisë. Për shembull, ai blen palushmëri. I ka ble toka një 10-15 hektar. Për shka me lavru, me bo grun, me bo jasë se ka këtë qëllim fare. Ai qëllimin e ka, thot aty e kumpane planin urbanistik qytetit, që ne ka me shku, mirë po njëherë për njëherë
nuk ka infrastrukturë, sa të bëhet kanalizimi, sa të shkon rryma, sa të shkojnë domethënë infrastruktura që shteti e bën punën e vet, kur shtrohet edhe rruga, atëherë unë e kom ble 5 euro metrën, aty do të shkon më ka 100 euro, ka 200 euro metra dhe do ta shes në parcela të vogla. Atëherë çysh m'ia bë këtij malli? A malla ka ble mallin me qëllim shitjes? Pra është tregti. A ka niyetin për atë? Domthonë të dy kushtet i ka plotësu. Mirë po këtë gjatë vitit kur gjë nuk ka shit, me qëllim. Sepse me shit tash, kë mund me shit me çasmimin që e ka ble, nuk i konvenon. A ka kapital njeri, është interesum për ma vonë me i bo shitjet, atëherë Imam Maliku e liron këtë prej zekatit. Imam Maliku e liron këtë person prej zekatit, ama është i vetëm Imam Maliku dhe nuk e ka mendimin shumë të fuqishëm krahasimisht me tre mëdhëbet e tjera, të cilët e obligojnë me dhënë sepse ky e ka ble për tregti, pse mas 10 vjetë është fitimi shumë më i madh se sa tash. Ajo është temë në veti. Ajo është temë në veti. Po kë a ka të gatshëm mallin tash me shit? Përgjigjja është po. Po don kë me rujt, në rregull, është e drejtë e tij. Kështu është me banesa, kështu është edhe me lloje të ndryshme të madrave, që ma pak tani në mallna të tjera kjo na bën vakis, sidomos kur është në pyetje modelet. Pra në mobilje, në veshje, domethënë në tekstil, në aspekte tjera kjo mund të mos jetë e favorshme sepse nuk ka logjik me i ble si vjet disa tesha të caktuara. Për shembull, më thon këtu mas 5 vjetë i shes se bëha ki mas 5 vjetë, këto nuk kanë kërkesë hiç në treg, kështu që kjo nuk ka llogari. Përdesa të falëveshmërit, kjo është shumë normal dhe shumë mundet me ndodhë. Qysh e llogarit tregtari mallin? A i shtin aty vetëm mallin që e ka për tregti, a i shtin edhe fitimet. Edhe fitimin, edhe mallin edhe fitimin. Pse ashtu? Se gjatë shitjes mallit e lipat vlerën e sa ka fitim. Pa një fitim ai nuk e bën atë. Mirë, një mendim tjetër? Veç mallin e shtin. Pse? Se në zekati për pasuri për parën e vdes. Ne çka ku më herë. Këta po thonë jo. Ani po ma ngjesin që unë pas na thonë. Malli i tregtisë edhe një herë pra, kur të llogaritet me krejt ato që ekzistojnë. Fitimi varet prej tregtarit. Ai mund të jetë njëri që fitimin e tij e fut në kapital. Se s'ka nevojë. Domethënë ka me shka ushqehet, e ka nis me 10.000 euro, a e din që 10.000 euro për atë veprimtarinë e tij janë të pakta, ka nevojë me shtu vazhdimisht artikuj të tjerë, sasinë e artikujve, edhe dën me bo gadal mallin me 20.000 euro. Pra fitimin e ka fut në kapital. Atëherë me do mos të llogaritet. Ka dikush që është i mjaftueshëm, thot me 10.000 euro dhe kaq për këtë shitore këtu, për këtë vend të shitjes, për këtë pikë, nuk ka nevojë më tepër. Ma shumë nuk jam interesuar, po fundi thot kam nevojë. Atëherë fitimet e tij që burojnë prej asaj pike të shitjes, vazhdimisht me to ushqehet, që nuk ja zë vitit. Atëherë e jep vetëm atë pjesën pra që ka kapital. Por këtu duhet të kemi kujdes. Nëse një person ka parë të gatshme për çfarë do arsye, prej çfarë do vije, qoftë ja ka dhënë dikush hedije, qoftë i ka trashëguar prej dikujt, qoftë i ka 2 vende të punës. Me fjalë tjera, me mallin e tregtisë, ditën kur e llogarit, duhet me llogarit pra edhe parat e tjera që i ka,
arin, cilin ari? Arin që ka cilin ari, nuk është kusht me pas pastër, mos e ngatroni kështu. Në dje kemi thonë që është llogaritet vetëm, sa i mundet me qenë ari i përzim, a mo t'i ki 200 gram. 200 gram ka 14 karat. Unë këtu po du me nxjerr ajo që është më saktë. Arin që është për deponim gjithsesi, edhe arin që është për zbukurim të ata që e kanë mendimin se është obligim. Pra, ta kem parasysh. Kur përmendim arin, ari që është obligim më dhon i kemi përmend cil. Ai që ka hunën e arit, ai që ka ari për me rujt, ai që ka ari të zbukurimit po që se përdor, ai që ka ari domethënë en apo suvenire të ndryshme apo diçka të tilla, ata krejt pra janë të obligueshëm me dhon zakatin ari. Edhe në rast se vetëm njëna prej këtyre nuk e mrin nisabin, po kur bëhen bashkë e mrin, atëherë me do mos të bëhen bashkë dhe e obligohet me dhon zakatin. Edhe një herë, gjitha malli i tregtisë llogaritet, së bashku me to eventualisht edhe ndonjë pare që e ka, e kishë marrë një shembull këtu me një herë. Nëse një person i ka bo vakim me i bo plot një vit, po e llogarisë me një Ramazan e ka llogarit mallin. Në vitin e kalum, me një Ramazan si vjet. Një Ramazan i si vjetit ka rastis kur ky e ka marrë pagën taze. Po llogarisëm një pagë 500 euro. Edhe atje i ka pas 4.000 mall. Atëherë për sa ky jep zakat? 4.500. Po hoq këtu 500 i ka për me shpenzu. Kur me i shpenzu ky? Gjatë muajit, në rregull. A i ka bërë tash sot dikuj kë? Jo. Çka ka mi dalë mas 10 ditë, 20 ditë, është temë tjetër. Mirë po, nëse ka ndodhë që një Ramazani sikur si vjet, i bjen dikun 19-20 gusht. Korrekt, më falni. Atëherë ky vesh pagën e ka marrë me të parin. Me të dytin e ka la qiran. Me të tretin e ka pagu rrymen. Me të katrin ujësirësin. Me të pesin ka ble ushqim. E tjera, prej aty në 500 euro i kanë met vetëm edhe 200 deri në fund muajit. A do të me dhon tash zakat? Do të vetëm për këto 200. Sa të kenë atë ditë kur ju ka bu obligim, çaq je për to. Nëse dikush thot po unë në mënyrë automatike hoq e kam qiran me të parin, tash me sahat ndoshta nuk lidhet puna kur ma jep ai rrogën e unë kur ja ti llogarite. Edhe rrymen nëse e din, edhe ato që janë shpenzimet të muajit kalum, sepse ato janë borxhe të muajit kalum, që ti edhe pagën e ke marrë për muajin e kalum, apo? Atëherë i llogarit ato shpenzime. Edhe nëse sot i ki në dorë këto 500 euro, e din që në akşam kimi ashu qiragjis, domthonë qiradhonësit, qiran e ati borxhin tjetër, atëherë ato i hek për i llogaris dhe sot ty tu ka bo obligim zakati, apo? Sot i pas ke pas 4.000 euro mall tregtie, të meten edhe 300 për i pagës 4.300. Nesër erdaja prej Gjermanisë thot hedije për nip që 1.000 euro. Çka më bë? Shnosh për vitin e ardhshëm në kofshin gjallë. Pra, e mira me të keqen janë paralel. Edhe kur të shtohet ty diçka më tepër nga koha kur ka kalu viti, nuk hin në zakatin e vitit kalum. A është e qartë? Por edhe kur tu ka shtu para një viti, pra që u ka ardhajnë një ditë për para, e kundërta, edhe e ka thonë të njëjtën fjali, atëherë ty tu bënën 5.500 euro. Pra, i llogarit ti paret, vlerën e mallit tregtisë, i llogarit paret që i ki aktualisht në për gjepa, në për bank, në për ku do të tjenë. 3, çka llogarit tjetër? Borxhin, arin pa tjetër, arin, nëse është ari prej atyre që me i gjmat do të me dhonë po se po dhe nëse është ari i zbukurimit të ata që e mendojnë se do të me dhonë, po, tjetër, borxhin. Cilin borxh? I ke dhonë ti dikuj borxh. I ke thonë, s'ka problem për një vjet unë të pres. Për 6 muaj të pres. Me fjalë tjera, ti në marrëveshje je me to.
ose një borx që ja ke dhënë pa afat, po dhajt ka thonë kur dush unë jam i gatshëm. Do përjashtimisht nga ky është ai borxhlia i cili ti ke dhënë për një afat edhe nuk tu është lajmëruar dhe më nuk po t'i lan. Pra edhe këtë borxhin e shtin. Në llogari ja ke dhënë dikujt 2000 euro, edhe 4000 ken të mallit tregtisë, 6500 ken të pagës, po aty në heken 200 apo merrten 300, sa u bën tash? 6300. Ari vlera ti kaq, krejt këto i llogarisëm. Mirë po, hoxhbre unë i kam borxh një filanit që kur e pata qelë shitorin, ja pata marë. Sa? 2000 euro. Po ato i kam milanën ndërko. Apo? Minus për 2000 tash, sepse për ato ti nuk i jep zekat, sepse janë të huja. Në fakt, ani pse ti i kin posedim, atëherë, jep zekat vetëm për këto. Pra i llogarit edhe në plus edhe në minus. Qysh e llogarit mallin? Mallin e tregtisë, qysh e llogarit? Fillimisht du të bëjmë një sqarim tek malli i tregtisë, nuk hyn në llogaritje malli i cili blehet për mjet shitjes ose është ndërmjetësim i shitjes. Frigoriferat, ajnë shitore që i ka, dritat, peshorën, tavolinën, raftat, krejt objekti që këto kanë kushtuar ndoshta fillimisht shumë më shumë se vetë malli që është aty, po këto janë ndihmëse, për këto nuk jep zekat. Keset, ai shet keset? Nuk i shet keset, po ka deponu me një 1000 euro keset. Pse kur i blen çështu me shumicë, pra është material cilin e ka në shërbim, nuk është qëllimi i shitjes tyne. Krejta këto pra nuk i fut në llogaritjet mallit. Atëherë shtrohet pyetja, po në tregti dihet qartë se malli blihet ma lirë, shitet ma shtrejt, dhe kësaj thonë tregti. Me cilin çmim me llogarit, mendime të ndryshme të dietarëve, disa thonë me çmimin e blerjes, e disa thonë me çmimin e shitjes. Me çmimin e shitjes, pse? Se ti çaq ki me shit. Duhet ta kem parasysh, në ta përmendim edhe pse po nën kuptohet, po që mos me të ardhë shejtani me fut një dilem, ato me thonë se përmendi hoxha, thu qysh është. Qysh bëhet me dhonë zekat për mall tregti kur s'ka artikull që qëndron një vjet. A ka ishte obligim? Ne i thëmë kjo është mall i qarkullushëm, se më zot me të me ty pijet smokat ka një vjet në raft, edhe me thonë vetëm për që ato me dhonë zekat, kur ato tash më vesh janë telmume, duhet mi dedh, duhet mi gjujt. Jo, kjo është mall që lëviz. Edhe ne sot, kur e masim mallin, kur e regjistrojmë mallin ditën e zekatit, e masim atë mall që ekziston aty. Ai mall që ekziston, ai i ka çmimet e veta. Për çmimet e shitjes po i dim krejt, po a u shitaj? Ky nuk u shit. Dhe rrjedhimisht atëherë masi nuk u shit, duhet me llogarit me kë? Me çmimin e blerjes, apo ju konvenon? Po ti zekat për cilin mall po jep? E aty në që ti ke shit 8 herë ke shit smoka me çato parë ti. E ke ndru këta të fundit janë, këta të nëntit janë. I nënti kontingent është që të ka ardhur ti brenda vitit. Ti për cilë ti jetë të dhënë zekat? Po, që topi llogarisëm. Që topi llogarisëm. A unë jam të dhënë zekat faktikisht për ato që i kum shit. Ato kur i kum shit, me çfarë çmimi që çka? A u bë mirë tash? Këto janë dilemat e dietarëve dhe në fakt për këtë arsye disa mendojnë që kështu duhet të ekzistojë rendi llogaritjes. Pra, me çmimin e shitjes, me çmimin e shitjes. Nëse ka çmim 2 çmime të shitjes, sidomos varet prej llojit të mallit, ka dikush që ka llogari me shit ma lirë dhe pak ma shtrenjtë, varet që shëgjon mështërinë, ka dikon e ka mështëri të rregullt, aty jalshon ashtu kështu pak ma lirë mallin e tjera, atëherë i thojmë shkon kë me minimumin e mallit të shitjes. Por
është mirë me pas kujdes dhe ndoshta edhe unë nuk jam në gjendje krejt me e kry vendimin për këtë çështje, se vërtet na kur po japim zekat, po japim për zekatin e një malli që ka qarkullu brenda vitit. Po llogaris këtë sotit për me ditë kapitalin sa kam. Ama të njëjtën kohë ka mallna që se ka tregti me mallna që nuk shiten shpejt. As nuk i del afati, por nuk janë artikuj ushqimor, shet do më thonë material sanitar, ndërtimor e tjera, e që në fakt ato me i llogarit që shka mi shit ky qysh, a nuk është zullum me i llogarit që shka mi shit kur ky halas i ka shit. Ato mujnë mi flejt edhe një vjet. Atëherë ne e themi se në kësi mallnat mëdhaja, pa dyshim që nuk ka të keqe, mu llogarit çmimi i blerjes, po jo çmimi i blerjes në Kinë, te vendi atje, po çmimi derisa ty këtu në dyqan të kam rri. Derisa ke e ke tatu, derisa ke e doganu, derisa krejt obligime tjera i ke kry, sa që me i ardh puna ti me shit këta, me shumic, në cilin çmim nuk ka bo me shit, çaj është çmimi i llogaritjes. A kem parasysh? Mirë po tek artikujt ushqimor e tjera, apet veproni kështu. Apet veproni kështu, po të njëjtën kohë më ju thon dikush ndryshe, mos u habetni. Më thon dikush ndryshe, jo dush me llogarit me çmimin e shitjes, mos u habetni sepse ai është mall që është i im dhe disa herë të ti është ndru dhe të njëjtën kohë nuk dyshohet se mund mu shit me atë çmim. Sepse janë sende tima, ti i ki 2-3 cent fitim në atë artikull, ai ashtu kështu shitet me nashta mangadal, po shitet me atë çmim. Ka shumë sene mu thonë për këtë temë, po tema pse është e gjatë, ora është e shkurt. Atëherë këtu po përfundojmë. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما